Përshëndetje, mirë se vini në konferencën e të hënës me gazetarët. Dr. Berisha kthehet sot nga takimi në Napoli dhe tema e ditës do të jetë sërish programi i Partisë Demokratike me fokus tek ekonomia. Më pas do të marrim pyetja. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Pas një takimi frymëzues, mahnitus në stadiumin e Napolit, me mira qytetarë shqiptar të diasporës në atë distrikt dhe në atë qytet, kthehem më inspiruar se kur në projektin ton dhe konkretisht në shtyllën e tij të dytë dhe themelore Made in Albania. Shtyllë e cila ka qëllime kryesore. Prodhimin. Punësimin, që do thot punësim për shqiptarët. Që do thot rritje rrogash për shqiptarët. Pra, ne do bëjmë gjithçka për të ndezur fuqishëm motorët e sipërmarrjes së prodhimit në Shqipëri. Me moton Made in Albania, Made in Albania, Made in Albania. Duhet që prodhimet shqiptare të mbushin tregun shqiptar dhe të vërshojnë në tregjet tjera. Për këtë qëllim, ne jemi të zotur të garantojmë konkurrueshmëri të ndershme me ligj dhe të sigurt, të garantojmë nivelin më të ulët të taksave në Europë, të sigurojmë deregullimin më të madh në interes të biznesit, të sigurojmë klimën më miqësore. Dhe kjo jo me fjalë, por me vepra, me ligje, me vendime konkrete. Në këtë kuadër, do të zbatohet tatimi 10% mbi të ardhurat nga puna, duke përjashtuar 50.000 lekë e para. Tatimi 10% mbi të ardhurat të tjera jo nga paga. 0 taksim mbi profesionet e lira dhe biznesin e vogël. Tavani vjetor për tatim fitim 0 për biznesin e vogël për tatim fitimin 0 për biznesin e vogël do të jetë 18 milion lek apo 500 euro në ditë. Dhe kufiri përjashtimit nga TVSH-ja do të jetë po ashtu në masën 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë. Ulje nga 15 në 2% të taksës së shitjes së pronës. Dhe për këtë qëllim, krijimi i kadastrës fiskale
për përcaktimin e çmimeve të referencës. Bie taksa rama e karburantit dhe karburantet nuk do të shiten. Në Shqipëri me një çmim që ndryshon plus minus 10% nga ai i Kosovës dhe Maqedonisë. Do të reduktohet 4 herë inspektimi nga inspektor të ndryshëm me biznese. 4 herë. Do bëhet gjithçka për digitalizimin më të plot të vëretarisë së bizneseve. Do thjeshtohet në maksimum legjislacioni fiskal për të siguruar qëndrueshmëri të kodit dhe ligjeve fiskale. Do anullohen të gjitha lehtësirat fiskale të dhëna nga ligje preferenciale. Ligji dhe vendimet, jo vetëm me ligje dhe vendime preferenciale, të porositura nga familjar dhe oligark të qeveritarve. Paguajnë taksën 6% në kohë kur qytetarët e paguajnë të vëshër 20%. Ligji për investimet strategjike, siç është, nuk do ekzistojë. Korporata e investimeve strategjike, korporata e korrupsionit më të madh në histori, merr fund javën e parë të qeverisë PD dhe alatëve. Do të rishikohet në total sistemi aktual i gjobave dhe ndëshkimeve armiqësore ndaj biznesit. TVSH-ja do të rimbursohet në kohë reale dhe nuk do të jetë më diskrecion ministror. Do ngrihet me njërë bordi, i cili do të përcaktoj kompensimin e pasoja që vijnë nga ndryshimi i kursit këmbimit në mbrojtje të sipërmarrësve dhe prodhimit vendas, mbasi narko euro është ndruar në një shpatë Demokleu për to, dhe ata do kompensohen. Ekonomia informale do përgjysmohet. Objektivi afatmesëm për të ardhurat buxhetore do të jetë 30%. Në programin e sipërmarrjes janë disa kategori që do të kenë trajtim të veçantë. Këta janë të rinjt, gratë dhe diaspora. 0 sigurime shoqërore dhe shtetësore për 12 muaj për punësimin e parë të trive nga sipërmarrësi gjërë në moshën 25 vjeçare. Gjithashtu përjashtim nga pagesa e tatimit mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeçare. Stimuj fiskal dhe mbështetje financiare për investitorët në moshën 35 vjeç. Studentët
profesionistët do mbështeten çdo vit me grante, numri i përzgjedhur i tyre jo i vogël, me grante 5 në 30.000 euro për startupet që do fillojnë. Do hiqet bara e tatim fitimit për vitin e parë për gratë që hapi një biznes dhe subvencionohen sigurimet shoqërore dhe ato shtetësore për 6 muajt e parë për to dhe stafin e tyre me kushtet që të paktën gjysmë e të punësurve të jenë gra dhe vajza apo 3 deri në moshën 30 vjeç. Do të krijohen 4 zona të lira ekonomike në 4 qarqe kryesore të vendit, në të cilat do afrohen të gjitha lehtësirat me kushtin e vetëm që investitori të ketë një biografi investimesh disa vjeçare në vendin e tij dhe nuk do pranohet asnjë qindark nga kontot offshore. Investimi në zonat e lira industriale duhet të ketë transparencë të plotë. Janë disa qarqe që do të përzgjidhen për krijimin e tyre. Shqipëria është e fundit, s'ka asnjë zonë të lirë industriale në një kohë kur Maqedonia e Veriut ka 6 zona dhe po hap 4 të tjera, Serbia ka 18 zona. Do afrohet defiskalizimi të gjitha kompanive të huaja që hapin të paktën 20 vende pune në sektorin e IT-s dhe do merren me inteligjencën artificiale për 3 vite të para. Banka e Zhvillimit, që do ngrihet për të mbështetur zhvillimin ekonomik, do të mbështesë fuqishëm startupet me preferencë të trive. Diaspora. Çdo investitor që vjen nga diaspora në Shqipëri 5 vitet e para nuk do ketë asnjë taks. Dhe theksova se taksat lokale nuk do mund të jenë kurrë më shumë se 1% e xhiros vjetore. Janë 10 fishi sot. Janë 10 fishi. A i thot që i kam bërë 0 taksat biznesit vogël, në një kohë kur aty janë 10 fishuar taksat lokale. Përveç kësaj, për të rit që vinë nga diaspora, do parashikohen për startupet të tyre edhe grante nga 5.000 deri në 30.000 euro. Kompanitë të cilat prodhojnë në lëvizjen Made in Albania do kenë mundësi të përfitojnë nga fondet mbi digitalizimin me qëllim automatizimin e proceseve prodhuese dhe rritjen e produktivitetit. Idea do jetë nipti i fermerit. Idea. Letërnjoftimi. Mbështetje direkte për sipërmarrjen bujqësore shumë të ndjeshme. Subvencionim për çdo
njësi prodhimi për çdo krerë bakti dhe fidan të mbjellur. Simetrizimi me njëhershëm i TVSH-s në sektorin e përpunimit produkteve bujqësore. Garantimi i të gjitha shërbimeve dhe këshillimeve për sistemin bujqësor nga autoritetet vendore. Pra, kjo është paketa më fuqishme, regulatore dhe fiskale që është paraqitur ndonjëherë në historinë e vendit. Janë të i kaluar, si të shifni, ndjeshëm kuadri ligjor i vitit 2006-2013 në cilën Shqipëria zuri një nga vendet më të mira për klimën e biznesit. Made in Albania do t'jetë shtylla e krenarisë kombëtare të shqiptarëve. Ndaj dhe ne e quajmë themelore realizimin e kësaj reforme në ekonomi. Pra, me fjalë të tjera, ekonomia do t'jetë themeli i programit tonë. Tani unë jam i hapur për çdo pyetje. Preferueshëm për programin, po Zoti Berisha Isami Zyraj nga Ora News. Kam dy pyetje. Pyetja e parë lidhet me programin ekonomik që u prezantua ditën e sotme. A është mjaftueshëm mandati i parë qeverisës, pra 4 vite për të bërë gjithë këto reforma dhe a ruhet stabiliteti ekonomik i vendit pasi ka një ndërhyrje të thellë në sistemin fiskal por edhe ekonomik të vendit? Pra, a jeni ju i sigurt që ruhet stabiliteti ekonomik i vendit me gjithë këto ndryshime rrënjësore? Pyetja e parë. pyetja e parë. Tjetra. Pyetja e dytë lidhet me strategun amerikan Kristla Civita. A ka nisur punën Kristla Civita zyrtarisht për Partinë Demokratike apo do të jetë vetëm në fushatën zyrtare elektorale, pra 30 ditëshin e përcaktuar me ligj në fushatë elektorale? Faleminderit. Po. A mjafton një mandat plotësisht. Ku e bazoj këte? Unë e bazoj në eksperiencën e parë. Ne nuk ecim në rrugë të panjohur tani. Ne nuk ecim më në rrugë të panjohur. Kur kemi vendosur për herë të parë taksën 10%, tu them unë ju, FMN-ja nda me njanë. Dhe na ka thënë, ju bëjeni, ne do u vëzhgojmë. Ne nuk u këshillojmë ta bëni. Ne u këshillojmë të gjejmë një rrugë të nërmjeme. Jo, i thamë ne. Ne do ta bëjmë, ne kemi premtim. Dhe ne e bëm, ç'a ndodhi? Ndodhi që pas 6 muajsh, ne na u krijuan të ardhura shumë më tepër. Jo që nuk zbritën të ardhurat, por të ardhurat u rritën në mënyrë të ndjeshme, por çfarë bëm ne? Ja lam prap biznesin ato të ardhurat, ja ulëm prap taksat tjera. Pra, tani ne kemi një rrugë të njohur këte, ndaj dhe japim garanci të plot. Garanci të plot. Se jo që nuk do të cenoj, por do të forcoj stabilitetin ekonomik, do krijoj masivisht punësim, do nxis masivisht prodhimin. Tani edhe një herë, në 4 vite, nëse ju mund të merrni ta studioni, jo në 4 vite, në fakt në 8 vite, se kjo po, eksportet janë prodhim. Nëse ka një gjë që është
më mirëfillta as prodhim është eksporti. Eksportet u rritën me 320%. Eksportet po bien në mënyrën më dramatike, nga muaj në muaj, nga vitin vit. Kam pa dhanat e fund janë tronditse, kanë ra nga janarit në muajin mars apo në shkurt 28%. Rënje dramatike, po e mbylli. I shkatroj euro. Euro është bërë një monedhë toksike për Shqipërinë. Hike. Kështu që ne bordi, çfarë do të bëj bordi? Bordi, edhe këtë mund ta bënte qeveria pa asnjë lloj vështirësie. Bordi përcakton çdo sipërmarrje, cila është goditja që merr nga Narkoero dhe ja kompenson. Kaq. Nuk mund të hyn dot në kursën e këmbimit qeveria. Ka që hyn, por ne nuk kemi normal. Se ka që hyn, edhe hyn me, por ne nuk e bëjmë atë. Jo. Ne krijojmë një bord dhe kompensojmë eksportuesin për aq sa ai humbet nga kursi i këmbimit në mënyrë që ai të punojë i qetë. Krizë lasivita, unë të garantoj që është në aktivitet të plotë. Dhe unë jam në komunikim të vazhdueshëm me bashkë krye strategun e fitores më të shkëlqyer në historinë e njerëzimit, që ishte fitoria Donald Trump. Të vazhdueshëm, online, shpejt, përfaqësuesi i firmës së të firmë, do stacionoj këtu, me ekipin tonë, ai do vi, do shkoj, me një fjalë, është në aktivitet të plotë. Unë nuk e di pse bëhet kjo pyetje. U tho? Nuk e shofi. Jo, ai nuk është oficer fushë. Ai është marshall. E kuptove ti tani, ai nuk është oficer fushë, marshall. Zoti Berisha, Enke Gjangoli, Klan News. Në qoftë se për planin ekonomik, pra për sa i përket uljes së taksave apo përmirësimit të klimës së biznesit, ju thoni që kaloni në një rrugë të njohur për ju, por ju keni premtuar gjithashtu dhe një rrugë që është e panjohur deri tani për Shqipërinë, kthimi i parave të vjedhura ndaj qytetarëve. Nëpërmjet tyre ju keni premtuar se do të rrisni paga, do të rrisni pensionet, duke anulluar qoftë tender abuziv apo qoftë edhe PPP që ja bën nga kjo qeveri. Por këto tendera sigurisht nuk mund të anullohen me një tërëm të lapsit, pasi do kërkojnë hetime, të cilat do të bëhen nga drejtësia, por dhe një drejtësi që ju nuk keni besim dhe keni premtuar që do i bëni një reformim nëse vini në qeveri. Sa kohë mendoni se do të hajë gjithë ky proces, pasi ne kemi parë që reformimi i drejtësisë kërkon vite gjithashtu, po dhe hetimet për këto tendera po kërkojnë vite gjithashtu. Mendoni se do realizohen këto një mandat, ju keni premtuar që do i rrisni edhe qoftë 100 ditë e para të qeverisë tuaj, po mendoni se këto mund të realizohen për 4 vite? Së pari do marrim paketën e dhimbshurisë që e quajmë ne. Paketa e dhimbshurisë ju siguroj 100% se mund të realizohej absolutisht që këtë vit. Po të kishte vullnet qeveria, po të kishte ndjeshmëri qeveria ndaj këtyre hallëxhive, nga i 8 miliard buxhet do të linte 25% për rrogat dhe pensionet. Do të linte 2 miliard. 2 miliard. Dhe me 2 miliard i jepte përgjigje totale të gjitha premtimeve për rritjen e rrogës mesatare në 1.250.000 lek, në 1.250 euro, rritjen e rrogës minimale në 500 euro,
vendosje e minimumit jetik dhe rritje e pensioneve. Dhe këto maksimumi ka që ishin. Pra, në qoftë se qeveria, po ky çfarë nisë? Ky thot që s'më lejon, thot, fondi, u thot pensionistëve, po, se fondi pensioneve është i juaj, unë nuk mund të marr parat e buxhetit dhe t'i sjell tek fondi juaj, në një kohë kur ajo është bërë gjatë vitit qeverisës më pashme, jo një herë, por disa herë, ndaj dhe pensionet u rritën nga 36 euro në 82 euro pensioni minimal, ndaj dhe pensioni mesatar u rrit nga 110 në 125 euro, ose bilem fal nga 90 në 125 euro, dhe pensionet maksimale u rritën me 30%. Dhe s'psoj as një lloj destabilizimi, fare. Pra, ky premtim është vetëm fillestari, doja u them këtu, se ky premtim quhet, premtimi prapa atij është shqiptarët më mirë të paguarit në rajon. Kur shqiptarët jenë më mirë të paguarit në rajon, atër vazhdojnë që të mos jau dalë kush përpara dhe jemi shumë në rregull. Nuk ka absolutisht vetëm mungesa ose pashpirësia dhe mungesa e predispozicës. Kujt i thot ai? Se po të nërhyjë në fond e pensionit, po të çojë para nga buxheti, bëhet qameti, përmbyset Shqipëria. Kthemin me sjet. Këto janë gënjeshtrat e një njeriu që nuk e ka për gjë të tallë dhe me atë që s'kan dhe ja vërbon syt luksin në të cilin jeton, kopshti e denit, shishja 36.000 euro, avioni privat si sultan dhe me radhë, po njeriu nuk mund ta thotë atë fjalë. Po pse Albin Kurti mori 100 milion euro para 4 muajve dhe e çoi në fondin e pensioneve dhe u tha pensionistëve, me këto 100 milion euro, se cilin nga ju do ketë i pension 20% më të lartë. Nuk kemi ne një vend me, si që janë ta zamë shtetet e Britania, apo Franca, apo Gjermania, me një traditë madhe fondesh, pensionesh e tjere më radhë. Ne po e konsolidojmë, por këto kanë qenë, kjo është historia jona. S'ka asnjë lloj pengese. Zoti Berisha, prej kohësh ju prezantoni programin tuaj për zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe për pas 11 majit nëse PD vjen në pushtet. A mjaftoni që këtë program ta prezantoni vetëm ju apo ju keni dhënë direktiva dhe drejtuesve politikë dhe kandidatëve gjatë kësaj kohe? Ku do të jetë fokusi i kandidatëve dhe drejtuesve politikë? Çdo kandidat, çdo aktivist i Partisë Demokratike duhet nga mëngjesi gjerëndark të merret me programin e Partisë Demokratike, të merret me shpjegimin e këtij programi, me ofertën e tij dhe në një përqindje minimale të merret me kundërshtarin. Sepse kundërshtari, tani imagjinoni ju, kundërshtari ka krijuar skenën e tij me zhapi, me hardhuca, me zhaba, tani do shtoj dhe gjarprit aty, do shtoj edhe mit, s'çaj ka ngel tjetër, pse me këto do merremi ne? Jo. Ne do merremi me punësimin, me rrogat, me pensionet, me minimum jetik. Ai nuk i ka të paqëllimshëm ato. Jo, se propaganda është propaganda. Ai ka bërë atë zgjedhje pse beson se mund t'i hutoj shqiptarët, mund t'i çorientoj, mund të, do të thënë,
mund të zhvlerësoj dhe programin, kur ne themi minimum jetik, a i thot zhapi, kur ne themi me radhë këto, por ne nuk bjem në ato kurthë. Ne do bëjmë, ne do paraqesim programin tonë. Ky është e gjithë betejë jonë. Ne shkojmë me program tek çdo qytetar, në derë, në rrugë, në kafe, kudo që të takojmë, ne do flasim programin tonë ekonomik, ne do flasim paketën tonë të dhimbshurisë, ne do marrim mendime për pastrim në shtëpisë dhe për shtrimin e Shqipërisë në një epiqendër të high-techut në rajon dhe superfuqi energjetike. Këto ne kemi thjesht atë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, Zoti Berisha, duke qenë shumë vite në politikë, keni edhe premtuar shumë përpara shqiptarëve, pra në zgjedhje që nga vitet 90, 2005 dhe tashmë në 2025. Cila është garancia juaj që u jepni shqiptarëve se këto çfarë po premtoni përpara zgjedhjeve ti zbatoni? Sepse edhe çfarë ju premtoni në fakt është një sfidë, duke ditur edhe ekonominë e Shqipërisë edhe vendin tonë. Cila është garancia? Unë mendoj se garancia më e madhe qëndron në memorinë e shqiptarëve, të cilët në rast se rikthehen dhe lexojnë memorinë e tyre, do të gjejnë që unë kam mbajtur fjalën ndaj tyre. E kam mbajtur fjalën edhe kur ajo ka patur një çmim shumë të madh. Sepse të thuash do të dyfishoj rrogat, në fakt, jo për lavdërim, por nuk di ndonjë tjetër ta ketë bërë atë, në një kohë të shkurt që kemi bërë ne. Se pothuajse është e pabërshme, por ne e bëm. Ne e bëm. Të thuash se do të transformoj infrastrukturën, ne e bëm. Pra, unë mendoj se çdo shqiptar, në rast se mjafton të rikujtoj premtimet kryesore dhe do gjej që ato janë mbajtur. Ai buxhet është përdorur në mënyrën në të vendosur në interes të qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe në qoftë se shqiptar, një prej tyre gjen një gjë madhore që unë nuk kam mbajt, le të ma thotë. Po unë i kam mbajt ato. Edhe i mbajnë, sepse do të them këtu, para se të bëj një premtim, e mendoj jo 7, po 17 herë. Nuk bëj unë premtim kur. Pa e pas menduar mirë dhe u them tjetrën. Këto shifra që kam dhënë mund t'ishin dhe pak më të larta. Por unë kam dhënë shifrat e arsyeshme. Pse? Se unë kam nërmend të shkoj më shumë, më lart, e thash. Nuk ndalet gjersa të dalim në krye me rrogat dhe pensionet në rajon. Atëherë, mund mos ketë nevojë për rritje kaq të mëdha, por indeksime dy fish. Dhe pyetja e dytë, Zoti Berisha, a kanë qenë premtimet tuaja të vitit 2025, kthimi i pronave tek pronarët, legalizimet, pak në këto dy tema? Shumë e vërtet. Po marr të paren. Gjatë viteve 2005-2013, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ka patur një bilans të jashtëzakonshëm në zgjidhjen në 10 mijëra vendime të marra.
Sigurisht, jo çdo mbetën në atë kohë 10% e dosjeve të pa evaduara. Por, ju do të dini një gjë. Dosjet e pronarëve në 12 vite Edi Rama ka zgjidhur gjithsej 800 dosje. 800 dosje në 12 vite. Refuzim i tmerrshëm për zgjidh problemin. E dyta ka një moment për shkaqe nga më të ndryshmet. Gjithmonë shtyhet afati paraqitjeve të dokumentave. Dhe nuk ka një gjë të gabuar këtu. Në qoftë se s'ke normal me amor pronën tjetrit, jepi mundësi të mbledhë, kështu që kjo historia e këtij vendi. Pra, afatet e paraqitjes dokumentave janë shty çdo 2-3 vite. Dhe kjo çfarë nënkupton? Kjo nënkupton dosje të reja. Megjithatë, zotimi im solemn është brenda mandatit të 2025-2029 çështja e pronave merr përgjigjen absolute përfundimtare. Kur ne u larguam nga pushteti, ne vërtet kishte 10% të dosjeve të pazgjidhura, por ama kishim siguruar një fond 71.000 hektar tokë publike për të kompensuar në zona shumë të mira. Përsëri ne krijojmë fond. Atë fond e ka shkatruar Edi Rama. Thash, ka kthyer gjithsej, ka zgjidh gjithsej 800 dosje. E pa imagjinueshme. 800 dosje në 12 vjet i bie më pak se 70 dosje në vit. E kuptoni çfarë pune? Altan Lame se ka disa agjensi të përfshira këtu. Kështu që kjo merr përgjigje përfundimtare. Do zgjidhet brenda një mandati. Sa do që të kushtoj. Do zgjidhet. Së dyti, po kështu edhe të përndjekurit politik. Shoqëria do më shpërblej me detyrimin që kanë ndaj tyre. Ky është qëndrimi i Partisë Demokratike. Andon Kello nga ABC News. Kam vetëm pyetje. Pak ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për narkotikët dhe në volumën e dytë për pastrimin e parave vlerësoi puna e SPAK dhe veçanërisht hetimi dhe akuzat e ngritura ndaj jush. Sa i besoni ju këtij raporti të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit? Departamenti i Shtetit, ai raport, se di se kush e shprehte një fakt, ajo ka ndodhur. Unë besoj se nuk gënjente. Të them që gënjente jo. Thoshte një fakt. Që ajo ka ndodhur. Dhe unë kam denoncuar atë me qindra dhe mijëra herë. Kështu të s'kishte gjë të re. Pyetje tjera? Faleminderit. Ju falenderoj. Në pasur